E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, të komentojmë pak ngjarjet më të fundit që ndodhen sonte. Miri, pas të gjithë situatave, pas të gjithë ngjarjeve, pas të gjithë atyre të vërtetave në fakt që dolën sonte që Miri ka ndjenja për Selin, që Miri e do Selinën pafund, që Miri ka dashuri, sekrete të pathëna deri më tani. Produksioni, do me thënë unë këtu nuk them që lojtari fort apo lojtar strateg janë banorët. Lojtari strateg në këtë mes është producenti, që në fakt e qanë fare këtë pjesën, se si i nxjerr këto të preferuarit nuk e di. Po të dilte në ndonjë prime tjetër Miri i preferuar, do ta besoja, po sonte, pas gjithë atyre goditjeve që u bën, pak e çuditshme, por Miri është i preferuar apo lideri i shtëpisë. Tani si lider, Miri kishte një avantazh në dorë, një avantazh për të nxjerrë gimbon nga shtëpia. Unë mendoj që produksioni po e nxjerr gimbon nga shtëpia me stil. Si thoni ju me stil? E para njëherë është e dukshme që në këtë katërshe, pa marrë parasysh që Arber Hajdari thotë që është katërshja më e fortë e mundshme, unë mendoj që banori i cili do të largohet nga ky kombinim, që do të zjatën herë të shtunën dhe herë të martën, është Gimbo. Mendoj që kokë më kokë do të shkojnë Brikena edhe Gimbo. Këtë e mendoj unë. Nuk e mendoj që kokë më kokë të shkon Mateo dhe Gimbo, por mendoj do ta bëjnë zigzag, do me thënë do e vënë Brikenën edhe njëherë në situata të sikletshme, do të shkon Brikena dhe Gimbo. Është një skenar i lexuar për mendimin tim. Ishte e qartë që Miri si lider me një avantazh të tillë, do me thënë kjo është avantazh i kutisë së Pandorës, do të bënte këtë gjën. Tani pse e bëjnë produksioni këtë gjën? Brikena dhe Mateo nuk do të largohen fare, sepse Brikena dhe Mateo tani kanë nisur që të krijojnë afërsi me njëri tjetrin, kanë nisur që të krijojnë emocione me njëri tjetrin, ndoshta këto ditë do të afrohen edhe më shumë sepse janë në nominim dhe produksioni në një farë mënyre me patjetër që i shty në këtë dramën e madhe, dhe nga frika apo nga sikleti do të kenë më shumë emocione të ndajnë me njëri tjetrin. Do me thënë, nominimi është një lloj shtyse shumë e mirë për të ndërtuar një çift i bukur. Ndërsa tek Selin dhe tek Gimbo, Gimbo ka qenë shumë i përfshirë në marrëdhënien me Selinën, ka qenë tepër i lidhur në raportin me Selinën, nuk është se ka qenë aktiv në shtëpi, edhe në debatet në të cilat ka qenë debatet që do me thënë janë bërë në kuadër me Selin, nuk kanë qenë debatet e Gimbos, dhe Miri me patjetër që dëshiron të ketë Selinën të vetëm në shtëpi, dëshiron që ai të përballet edhe të luan me Selinën, dhe në këtë kombinimin, ku Nikol nuk pranoi që të bëhej çift me Rogertin, por edhe nëse do të bëhej çift, Miri përsëri nuk do ta përzgjidhte dhe nuk do ta çonte Rogertin në televotim. Miri vendosi që ta çon Selinën dhe Gimbon, dhe tani nga kjo katërshe, duke e parë më që Gimbos i mbaroi gjithçka që kishte në këtë shtëpi, Gimbo u lidh me Selinën, puthjen e dhan, dasmën e bën, lojë tjetër nuk ka, do me thënë ka qenë shumë i përfshirë në marrëdhënien me Selin. Tani duhet Gimbo që të largohet nga shtëpia, që t'ja liroj ambientin Selin, dhe Selin të ketë mundësinë që të merret me Mirin, që Miri do me thënë të merr vëmendjen e saj, ajo vëmendjen e Mirit, që Rogerti t'i përfshi brenda nëpër situata, që do me thënë Big Brotheri deri në finale të jetë aktiv. Dhe ky kombinim, tani nuk e di nëse është një përzgjedhje e Mirit apo është një përzgjedhje që u shthën Mirit në dhomën e rrëfimit gjatë ditës, nuk i dihet. E bën që Gimbo të largohet dhe Miri të ketë komplet fushën e betejës të hapur dhe të ketë raport me Selinën. Tani, kalojmë tek fjala tjetër që Rogerti i thonte Selinës, ti mezi presish që të marrësh vëmendjen e Mirit, dhe në këtë kombinimin Selina merr vëmendjen e Mirit. Unë e di që fansat e Gimbos do bëjnë namin, do votojnë, do ta suportojnë, sepse në fund të ditës Gimbo ka më shumë fansa në këtë rast, nga që i ka dhe të gjestit, por Mateo dhe Brikena janë çift, dhe në momentin që këto janë çift, do me thënë kanë atë
pritshmërinë që duhet ta pret publiku për këto të dy, banori i cili largohet është Gimbo. Normal që Selin nuk do largohet nga shtëpia sepse Selin është një banore shumë e fortë, është një kryefjalë në fakt. Në këtë Big Brother, të gjithë banorët i kanë sytë tek Selin, banori që do të digjet në këtë mes, domethënë është Gimbo. Gimbo e ndjeu këtë gjë, e ndjeu dhe presionin e Mirit, domethënë e ndjeu dhe lojën që bëri Miri, atë xhelozin që Miri nuk e pranonte për Selin, e bëri sonte. Do të thënë vetëm fakti që Gimbo largohet nga shtëpia e Big Brotherit të martën, Selin është e lirë dhe është e qetë aty për të luajtur lojën e saj, sepse edhe Selin e kemi parë këtë javë shumë në tension, edhe shumë të mërzitur, do të çojmë do t'i kthehet tashmë buzëqeshja. Sonte e pash Selinën shumë të irrituar, është më se normale që të jetë e irrituar. Unë në fakt e prisja që Miri të nxjerrën Gretën dhe Selinën, për t'ju hakmerur Juelës, të cilën e quan si motor dhe si shoqe, por nuk e bëri këtë gjë. Domethënë Miri luajti me xhelozin dhe me inatet e veta që i ka në këtë raportin e ndërtuar. Tani Brikena dhe në këtë rast domethënë ë Mateo kanë qenë një çift i përzgjedhur sepse janë çift, ndërsa Miri dhe Selin kanë qenë të përzgjedhur nga fakti sepse m'falni, Selin dhe Gimbo kanë qenë të përzgjedhur nga fakti sepse ato duhet që ta heqin Gimbon nga loja. Domethënë është një përzgjedhje me stile shoh unë. E di që Gimbo do ta përjeton shumë keq, e di që Gimbo do të jetë shumë i mërzitur këto ditë. Domethënë nuk do të jetë ai Gimbo që ka dhënë adrenalinë, nuk do të jetë ai Gimbo që ka dhënë pozitivitet në shtëpinë e Big Brotherit. Po të jetë i logjikshëm Gimbo, kërkon të shtunën që të largohet vetë ose të lufton që ta prishën këtë televotimin, ashtu siç në fakt e prishi dhe Greta të vetin, por unë mendoj që pa marrë parasysh se çfarë do të ndodh brenda në shtëpinë e Big Brotherit, vllau i madh nuk e prish këtë televotim në asnjë formë, sepse vllau i madh dëshiron që Gimbon ta largon dhe t'i krijon një lloj hapësire brenda shtëpisë, domethënë Selinit që të merr sa më shumë vëmendje marrëdhënia Miri Selin, Rogerti në mes dhe atëherë domethënë krijohet një luftë e madhe, debate çdo ditë dhe diskutime çdo ditë brenda asaj shtëpie. Ky ishte në fakt kjo ishte analiza ime që unë bëra në raport me përzgjedhjen që bëri Miri sonte brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Domethënë Miri e paguajti atë inatin që e kishte me ditë të tëra brenda në shpirt, kështu që Gimbon ta presim të martën që vjen, të lërë shtëpinë e Big Brotherit në qoftë se, domethënë nuk prishet loja dhe nuk ka një zarftëzi.